Ministri e Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu prezantoi modelin e ri të shkollave verore i cili do të pilotohet duke filluar nga 16 qershori në 10 shkolla në 3 qytete të vendit. Në takim morën pjesë përfaqësues të shkollave, përfituese, prindër, mësues dhe drejtues të këshillave të prindërve, duke nënvizuar rolin gjithëpërfshirës të programit. Në fjalën e saj Manastirliu bëri të ditur se synimi është ky program nga viti i ardhshëm të shtrihet në të gjitha shkollat e Shqipërisë. Në këtë program të mirë studiuar, në këto 2 javë, ne të kemi mundësi që ta zhvillojmë shkollën verore si një shkollë e cila është e hapur për komunitetin. Fokusi do të jetë tek fëmijët, të cilët janë nga klasa e parë në klasë të 5, por nuk përjashtohen edhe nxënësit e tjerë të shkollës të cilët duan të frekuentojnë shkollën verore në këto 2 javë. Ne do ta pilotojmë për herë të parë shkollën verore. Për herë të parë 1000 nxënës do të përfitojnë me synimin që vitin që vjen ta shtrijmë dhe në shkolla të tjera, edhe për grup mosha të tjera. Numri 1 i Ministrisë u ndal edhe tek shkollat si qendër komunitare, investimet dhe rolet e reja në institucionet arsimore. Ka ardhur momenti që me përmirësimin që i ka ndodhur sistemit arsimor dhe që po i ndodh dita ditës, me këto shkolla moderne dhe me investimet që po bëjmë në vazhdim, me investimet në laboratorët digital, laboratorët smart, me investimet në laboratorët e shkencave, me investimet në palestrat dhe terrenet sportive, me përfshirjen e programeve ekstrakurrikulare, sikurse është programi Art Zeje, me përfshirjen e programeve si Toka ime në shkollë, me ekipet sportive në shkolla, me programet e reja, por edhe me rolet e reja që ne kemi përfshirë në shkollë, sikurse janë mësuesit koordinator për orientimin në karrierë, mësuesit koordinator për zhvillimin e cilësisë së shkollës. Dhe me të gjithë bashkëpunimin që ne jemi duke krijuar dhe duke e fuqizuar çdo ditë më shumë me prindrit, me nxënësit dhe me vetë mësuesit, ne tashmë bëhemi gati edhe për programe të reja që do t'i përfshijmë dhe për cilat jemi duke punuar, sikurse është programi tërditor apo after school, pas shkollor, dhe programi i ushqimit në shkollë, i cili është një prej programeve më të kërkuara dhe që ne jemi zëtuar që ta fillojmë këtë program duke u fokusuar tek bashkitë qendërqarku e mëtej duke e zhvilluar dhe në bashkitë të tjera. Shkolla verore pilotohet për herë të parë këtë vit në vend, me synimin që nga viti i ardhshëm të jetë një model që aplikohet në të gjithë Shqipërinë, ngjashëm me vende të tjera të Bashkimit Evropian.